Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka marrë pjesë në konferencën e Partisë Popullore Europiane që po mbahet në Sarajevo. Gjatë fjalimit të tij, Berisha e ka përshkruar Shqipërinë si një vend që ndodhet në sallën e urgjencës dhe një krizë të thellë politike, institucionale dhe shoqërore. Berisha foli për protestat e këtyre ditëve kundër qeverisë, ku u shpreh se lëvizja qytetare meriton mbështetje dhe duhet të përfundojë në mënyrë paqësore. Kryetdemokrati paralajmëroi se situata mund të degradojë në përplasje serioze nëse nuk gjendet një zgjidhje. Kujdestare për zgjedhje të lira si është e domosdoshme dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi, krizë e cila ka në themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Ramës, dhe se ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. Garantova se protesta është e pandalshme, theksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështet atë, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Berisha gjithashtu shpreh se problemi themelor i Shqipërisë mbetet mungesa e zgjidhjeve të lira dhe të ndershme, të cilat ai i cilësoi si farsë dokumentuar nga institucionet ndërkombëtare.